Atëherë po vazhdojmë ato këmbetëm të pika e 9. Propozim vendim për caktimin e lokacioneve për qerdhe në fshatat Godancë, Olët dhe Petrov. Do të është vazhdim, edhe njerë ka kërku fjallin zotri Aslan Beqa. Faleminderit kryesues. Për shkak të ndjeshmërisë së ofrat të lokacionit të paracaktuar nga Drejtoria e Urbanizmit, Kovarreza dhe diskutime paraproke në kuvent, ne si këshilltar të kuvent nga Lëvizja sugjerojmë që të vazhdohet edhe të shtirën të gjitha diskutimet banore të fshatit Petrov, se si të vetë tutje ose të gjejnë ndonjë lokacion të ri për qerdhën. Për diskutim publik bashkë me kryesinë e fshatit do të njoftojmë të gjithë banorët e fshatit, ndërsa duhet të theksoj një herë që në të njëjtën parcellë që po sugjerojmë ne të kemi diskutim edhe më të gjerë publik me banorët e fshatit për shkak të arsyes së cila po dihet tani, i drejtojmë këshilltarëve të opozitës së tanishme, të cilët kanë qenë në qeverisit të komunës, ju e keni ndërtuar po të njëjtën parcelë qendrën e mjekësisë familjare të fshatit. Nëse mundi më na japni një arsye pse atëherë ka ndodhur kjo, a i keni konsultuar banorët e fshatit për atë parcelë, që tash po na tregoni neve se aty Faleminderit shumë, ju kisha lutur mos ka lani kështu në debate interaktive pa mikrofona. Po besoj që do me dhoni sqarim, a? Okej. Zotri Ramusa. Faleminderit. Sinqerisht, unë po pritoj më marrë me këtë sqarime, ku banorët e kanë pranuar në kohën kur kanë ndërtuar QKMF-ja, tash nuk jem na që po kundërshtojnë banorët. Kështu që kisha të propozuar që kjo pikë e rënë ditës të shtyhet. Faleminderit zotri Ramusa. Zotri Goshi. Jem ka bisedojmë në pikën propozim vendimin për ndërtimin e qerdhës në fshatin Godancë dhe në Petrov. Ashtë për të përshëndetur ky projekt, nuk e di kush është kundër këtij projekti, ku është më së nevojshme në këto fshata dhe në fshata të tjera kur ka nevojë fshatat e shtimës. Unë mendoj se në këtë projekt, në lokacionin e Petrovës, sikur parafolsi duhet të nalme dhe të konsultohemi me ata banorët e fshatit, kur ne e dim pikërisht në këtë soll, në legislaturën e mëhershme kemi post disa telashe, të cilët nuk kemi konsultuar me banorët e fshatit me një objekt të pamjes. Ato na ka kthy disa herë nga MAPL-ja dhe sa e diun aja çështja është në proces gjyqësor. Ne jemi, tash e dim rolin, unë jam opozit, e di rolin se duhet më kritikuar çdo herë, po edhe atëherë kemi kritikuar edhe opozitën, cila opozita që tash pe kritikon opozitën, po nuk e keni sqaruar mirë. Pikërisht edhe atëherë nuk u sqaruar mirë kjo punë dhe na ka dalë telashe. Na ka dalë telashe një vit e kemi posë dhe plus asaj nuk e kemi zgjedh problemin e atij lokacionit të atij objektit për pamje. Dhe është në proces gjyqësor. Mendoj se duhet të shtyhet sa i përket lokacionit të fshatit Petrov, nalëm, bisedojmë njerë përgjithmonë të zgjidhemi problemet. Jo t'i lëmë në për procese gjyqësore, jo në MAPL-ja me na kthy çdo herë, qysh ne kemi pasur një praktikë të tillë. Faleminderit. Faleminderit zotri Goshi. Replik zotri do në sharrim shtesë. Zotri Beqaj. kryesues. Ne rekomandojmë që propozim vendimin për caktimin e lokacioneve për qerdhe ta ndajmë domthonë fshatin Godancë si pikë e re, domthonë si më ndo prej pikës të caktimit të lokacionit për fshatin Petrov, që të vazhdohet me tutje domthonë për caktimin e pikës për caktimin e lokacionit për fshatin Godancë. Dorsa Petrovën ta shtyjmë për një afat tjetër. Ju lutem kërkoni fjalën. Zotri Ramusa e ka kërku fjalën. Kryesues, në emër grupit parlamentar të PDK-s, kërkoj që pika rëndi ditës të shtyhet për mbledhjen e radhës. Me arsyetimin kjo. Në fshatin Petrov ka telashe të lokacioni. I dha do zotimi kryetari që qerdhja e parë në komunën e shtimës ka me filluar në Muzëqin. Det na i bie 3 lokacionet muajin e ardhshëm, det na bie projektet 3 aty votojmë. Nëse ka edhe tjera të votojmë. Edhe për Petreshticën është, edhe për Petreshticën e votojmë. Kështu që mos na qitin lajthite që na s'po kemi që me marrë qerdhe.
Binim në mbledhjen e Rodhës 3 atë paku, 3 atë ki votat e PDK-s i ki blanko. Faleminderit. Nëse jeni të pajtimit, ta kalojmë për fshatin Godancë, ndërsa për fshatin Petrov, se është rrezik që mund ta humbim projektin. Për këtë mund ta jap kryetarit sqarimin, pasi që drejtori nuk është këtu. Edhe një herë, ky është projekt qeveritar. Projekti qeveritar i ka standardet e veta. Është projekt nivel nacional që do të ndërtohen çdo vit nga 50 qerdhe. Nuk është mirë me ra domthon prej përgjithësisë duhur pavarësisht pozitë opozit, sepse këto 50 janë për gjithë Kosovën. Spori ta kërkon lokacionin. Pruna shumë e rëndësishme. Është aja për me apliku për me fitu një nga 50-at. Ne nëse të regohemi të tillë, refraktar, edhe nuk ju përgjigjemi kërkesës të ministrisë të arsimit, me a dërgu lokacionin, atëherë këto qerdhe mund të shkojnë në qytete tjera. Kështu që nëse ne për Petrovën, për shkak të ndjeshmërisë temës, mund të ashtyjmë për seancën tjetër, nuk duhet me rreziku edhe qerdhen tjetër që është në fshatin Godancë, në të cilin s'kemi asnjë kontest. Prona është e mirë përcaktuar edhe nuk ka asnjë kontest prej asnjë qytetar. Kështu që kushdo që voton sot kundër kësaj, i bie që rriskon për me humb këtë projekt. Kjo është mirë në qytetarët komunës Shtimes, edhe në këtë pikë nuk duhet mu tregu refraktor kërkush. Këtu s'ka parti, këtu ka interes qytetar. Kushdo që del kundër kësaj, i bie që i gëzohet humbjes, ose nuk i gëzohet këtyre projekteve që janë të mira në qytetarëve. Kështu që ju kisha lut, me qenë se u diskutu ka gjatë edhe paka shumë jemi me një konkluzion që është punë e ndjeshme, edhe komuniteti në fshatin Petrov ka nevojë me konsumu këtë temë, let ju japim kohë për shkak të ndjeshmërisë. Mirë po, nuk kemi nevojë ne me rreziku edhe për lokacionin tjetër, derisa s'ka konteste, asnjë kontest. Është obligimi joni me kalu, me nda, domethënë në dy pjesë, njërës me adhon okejen, edhe tjetërës me shpresën që në seancën tjetër edhe qytetarët e fshatit Petrov kanë me gjetë një mirë kuptim, edhe kanë me te kalu këtë farë debatit të mrenshëm që kanë atje. Faleminderit. Zotri Ramusa ka kërku pastaj përgatitet. Kryetar duhet të bëjë pyetje direkte. A zotohet që qerdhja parë në komunë Shtimes ka me filluar Muzeqin, Petrov, Godancë, në bazë prioriteteve. Na mendojmë, nuk jemi për me lënë Godancën pa qerdhe, po na mendojmë si grup parlamentar, qerdhja parë në komunë Shtimes që duhet ndërtohet është Muzeqina. Arsyeja është kjo. Muzeqina është fshat i madh. E frekuentojnë 4 fshatra të mëdha: Vojnovci, Gjyrkovci, Rashinca, edhe Urna? Jo, s'pi të përsëriti se ti po kërkon lokacion, po thu po marrë qerdhën Godancë, nuk po thu Muzeqin. A zotohen që qerdhja parë komunist në Muzeqin? Nëse po, atër nësë është e kryne, po s'kena po bre as plan, as projekta, po më duket për kryne një punë me telefonata. Nuk kryhen të punë me telefonata, o kryetar. Përparim, qerdha e parë është në vendos për ministrisë në mirë kuptim me komunën e Shtimes për më bo në Muzeqin. 2 qerdhe tjera do të vendosen në fshatin Petrov edhe në fshatin Godancë, përkatësisht Godancë Petrov, pavarësisht se cila njëkohësisht mund ndërtu. Kështu që nuk ka më në fargarin mes Petrovës dhe Godancës. Mu më intereson mi përfitu të dyjat.
A ndërtohet 3 muaj më herët njëri në fshat në tjetrin nuk ka rëndësi. Unë nuk mendoj që duhet më marr me kësi detaje. Ne duhet më përgjigj edhe me bu një farë gare të mrenshme në raport me qytetet tjera. Se çto ngjecje neve na humbin njërin prej atyre, pavarësisht në cilin fshat është. Në këtë rast, edhe në herë po bëj thirrje, me qenë se ka kontestin Petrov, nuk ka në Godancë, ta dërgojmë në kohën e duhur që ta përfitojmë edhe ato. Me shpresën që edhe në Petrov shumë shpejt do ta zgjidhim këtë ngër që kanë atje banorët, edhe të ecim tutje. Mos ti mosim gjërat me milimetra, sa unë jam kryetari i komunës Shtimës, nuk jam i fshatit Godancë. Qysh po dëni me paraqit ju këtu. Kështu që menoni, reflektoni. Zotëri Mujuta. Faleminderit kryesues. Edhe unë pajtoj plotësisht në mrena vitit në të marruën qerdhët, ku nisët në fillim, ku nisët një muj 2 për mas pak korënsi, po në tjenë përmbyllet një vitit. Fshoti muzëqin, me sa po kuptoj se s'pes qarën e qëtu, po bina në kesh kuptem. Në fshotin muzëqin, është lokacioni caktun. Objekti zyre, që ka shërby si zyre. Ha? Po. Qaj objekt? Aja nuk ka nevoj me orë në kuvend absolut, se këthejet në shërbim për qerdhe. Edhe ti citueve kryesues pse s'pe spjegon ose kryetari, se çtu pi hopni pi devijani rrugë, tani s'ka pruna, na mujna me thon ka pruna e muzëqinës, që s'po dojna prunë për muzëqinë se qerdhe mund mos me shku. Në definuën sa në muzëqina e ko qitë ven, godon si mo, po shijet i kime, po unë e kam një çështje tjetër. Ja, në fillim e ka thonë, po tash të kenë rrugën deklarimin tanë se projektet kanë njëherë si investitor, edhe ti si nuk na thove që ministria e kim kusht si qerdhët mi pos me një plan të përbashkët na për krejt komunat. Unë e abutën unë se upi këtë donacion të ministrisë. Unë nuk jam njeri që sabotaj. Ka me morë na për ministrisë. Vesh a bje projekte se na këtë ja votujna qëto. Vesh a investor në komunën të unë, edhe do të me investu. Se ka kretor ty, 4 komuna i ka Albini. Po e kam tendencën se njerë e potën qosin tjetër. Shumë mire spjeguve që tash për Petrovën. A mo po bjenë fjallë mija o kretor, di që ju shakuzuve njëherë spekulime, mos të kovorresa, s'kovorresa. Ha? Jo, së bona ekspert, unë e kërkuva që të bëhet një komision edhe definuet, bere, tash gjoje, apo të që tash më të votuën, për mi vorre të votaj. A e pranën të që ashtu unë më të votu për mi vorre. Unë të votaj, nuk kam vorre familjarve, po një, o kretor, unë e të thashë edhe ma herët, i ke thonë dëzëtime të mira, edhe u bon ndryshimin shtime, të thonë edhe anti-special ka me hjekë. Mos bojnë anë kësi një sent mirë, një këse, unë pi bajda analiza që të fjallime ofto, unë po lidhna të fjallë të tua shak e premtu. Po kam që me shku që e vija mare mirë, jo, dikun mirë, dikun skandal. Që të shmëromi, thove e kim projekt caktun për ministrijës, që është donacion i ministrijës, edhe janë baki projektet për krejt komunat e njejta, në përfshatra. E kam fjallën me një fshat maruët i njejti objekt si mund më maruën dikun komunë Lipjane, me një fshat komunës Lipjane, nëse e fitan komuna. Edhe nëse hupëm. A mu mos në qëtë neve tash di mu, unë asë njëherë se kumë përdur punën e ekspertit, mu bo ekspert. Po e kumë përdur se ki dëshmien, e ki vorrin trotuar, nëse jam të gënyu që shkojnë bashkë. Ka qëkaj ta fotografoj, ta baj postim publik. Publik, është a i varë, ta ka pengu trotuarin. Një varë në s'kem gjendje me hjek, edhe me maru një qerë dhe për mi vorre. Qiton speshat arsëshme, apo të më të votu për mi vorre që po deklarujna publikisht, për mi vorre, a e pranën Petruva, a e pranën kë që i ka familjar që s'pu bazon, kë ka familjar që atu, a i ka, po tash koalicioni është i ngusht e gjithë shka bonhët të politika, unë e votoj ato. Edhe njerë, për shërim, është projekt qeveritar, janë 50 qerdhe. Ato 50 qerdhe nuk janë destinume me qytete. është një farë gare. Kush është ma i gatshëm edhe kush e artikulon ma mirë kërkesën, e merë qerdhen. Kupton e drejt.
Edhe nuk kena nevojë mi shty. Nuk duhet me humbë këtë shansë. Unë edhe një herë po ju them. Mos bëhemi analista, eksperta, erdhëm me një përfundim që ka ndjeshmëri edhe do kohë për mu konsumu debati mrenshëm Petrov. E kena një lokacion tjetër që s'ka asnjë kontest, ju lutem votojeni që spoku ta kemi një të sigurt edhe me shpresën që të pretendojmë ta marrim edhe dytën edhe t'i bëjmë të dyja të sigurta. Kaq është. S'ka ne për filozofie. Kjo tregon gatishmërinë tonë. Ose unë nuk kushdo që është kundër kësaj nuk ja don të mirën shtimes, pikë, është e qartë. Falni me zotëri Ramusa. Kryetar, Avelina është të moj dorën nalt që kur për projekte tilla mos na lot. Çdo herë voti kemi pasur edhe ki. Po sikur të ishte në fillim ky sqarim. Gjonat kishin ndodhur ndrysh. Po ti në fillim I ke pru dyat. Njëun e ke pru me ta votu mi vorre, njëun në aspektin ligjor edhe po mendoj që s'ka të loshe. Sikur të ishin këto sqarime në fillim, votat në fillim kishin qenë. Edhe kur mos na lot për projekte të tilla, e kemi obligim edhe na, çu e ke obligim ti, e kemi obligim edhe ta. Faleminderit. Ja, na bën. Që mos bëhemi kështu toru edhe qytetarët e komunës tim. Përparim, unë edhe njerë po them, aty është organizuar një debat publik nga kryetari I fshatit, nga këshilli I fshatit, nga asamblesë, nga qytetarët. As kam qenë prezent, as kam dosht me interferu, thjesht konkluzionet e atij debati përmes asamblesëve I kanë qute drejtori, edhe drejtori e ka përcaktuar skicën ku. Edhe aty nuk është asamble me vota kush është për, kush është kundër. Aty ka qenë një konsenzus, unë s'kam qenë prezent aty. Aty nga 27 veta që kanë qenë, dikon mbi 90% kanë qenë pro. Tashti na nuk ka nevojë me qenë në mënyrë absolute të gjithë pro. Tashti dikush mund ta ketë edhe një mendim kundër. Megjithatë, po ja them edhe një herë. Qenka sensitive është pe marrin mirëqen. Pe marrin mirëqen që është e ndjeshme edhe po ja japim edhe një kohë shtesë atyre për me konsumu këtë debat. Nuk ka kush të kishe këtu. Tashti edhe diçka, drejtori I urbanizmit, meqense është ashtu që po marr përsipër me fol. Unë fola edhe tashmë seancës. Edhe kam folë edhe në fillim. Aty është një pronë komunale që është dikun 15 hektar. Ori? Edhe ato janë të lokalizuar shumë mirë, ato varrezat ku pretendohet. Është vetëm një cep. Ndërsa 80% asaj sipërfaqes nuk ka. Në atë pronë ju e dini që para disa vitesh është ndërtuar edhe QMF-ja, Qendra Mjekësisë Familjare. Edhe atëherë ata njerëz kanë qenë gjallë, edhe atëherë ka pas politikë, edhe atëherë ka pas asamble dhe ka pas qeverisi. Tashti ku u bëm ne me zbulu Amerikën domosdoshmë mas 500 vjet. Po edhe një herë, pe kuptoj që është e ndjeshme, jemi dakord që është e ndjeshme, ka ndjeshmërinë njerëzore humane, po ju japim kohë aty. Ndërsa për lokacionin tjetër ta kapim hapin, masane kushdo që voton kundër je përgjegjësi për humbjen e këtij projekti. Që ka çdimi u thon. Zonja Beqa. Faleminderit kryesues. Po besoj që për fshatin Petrov u shterën gjitha debatet, por kryetari po duhet demantu. Nuk kanë qenë 27 persona atë. Ja ka rëndësi. Kanë qenë 12 persona, 19 kanë qenë për. Okej. Tash Petrova I ka 2500 banor. Tash 11 vetë nuk mund me vendos për lokacion për 2500 banor tjerë. E para. E dyta, për fshatin Godancë, kryetar nuk jam kundër asaj çerdhe. Por po më intereson me ditë a ka pas diskutim publik në Godancë, edhe çysh qëndron lokacioni. Nuk na keni dhënë asnjë informacion, kështu që po duam me kërkuj informacion për me ditë pse po votoj fshati Godancë, po jam për me votu çerdhen. Faleminderit. Faleminderit. Unë më përgjigj. Po ka pas debat edhe
ka qenë ndër lajmet më të mirë pritur në atë lokalitet dhe e presin me shumë entuziazëm implementimin e këtij projekti. Janë unik edhe parcella s'ka kontest edhe shumë mirë. Ku të ketë edhe në fshatra tjera kështu unitet për me shku përpara. Zotri Mujota, pastaj zonjusha Sadiko. Faleminderit se jam bojë tepër kryesues, po unë du mu deklarua dhe du m'ja dhonë edhe një përparësi kryetorit që edhe të Petrova në ta gjonë zgjidhjen mrena mujit, një mbledhje të jashtëzakonshme në ta thirrur në një mbledhje. Edhe ja votoj këta. Por mos me hub projektin, veç pa një zgjidhje, edhe me mbledhje jashtë rregullues të kuvendit, jashtëzakonshme, unë e vije votoj. Nëse është afat ligjor, nëse kime apliku mrena 30 ditëve akupedior, nëse kona ja afat ligjor, mos me hub këtë shans. Edhe për Petrovën vojnë as zgjidhje. E votoj edhe Godancin. Çdo investim unë e votoj. Që deklarim dhe ishta me bo publikisht dhe nuk kam diçka tjetër me shtuar. U dut pe debatet publike të pak me pos kujdes me orë edhe proces verbali, qaj debat publik që ju mojt. Ka pos kryetor fshatit, po kryetor të fshatit, që ku e kim kryetorin fshatit, këta e me mandat s'ka dun. S'kan mandat këta. S'kan mandat këta. Po proces verbal me pas post, më na pasor letrat komplet, debatin e Petrovës. Unë shumë pak për 2 asamblejistave që kanë morë pjesë në debat, unë shumë pak kuptuva. Shumë pak që shka u diskutu, tek u diskutu. U du një proces verbal, mi ju dërzu kuvendit, mi po diskutimet, po më vëtën. A dënë Petrova, dënë Mullapulci, dënë Petrova, dë se cili fshat me pos qerdhe. Faleminderit shumë, zonjusha Sadiko. Faleminderit kryesues. Duke dëgjuar se çfarë debate bëjnë opozita që për 20 vjet e kanë degraduar në mënyrën më të olët qytetin ton, por tash që po ndërtohen qerdhe në fshatrat e komunës ton, këta nuk i gëzohen kësaj, por shesin moral dhe e kundërshtojnë. Ju kisha lut me plot mirë kuptem. Ju kisha lut. Duhet replika kryesues në emër të grupit, jam të folur në emër. Në emër të grupit, doktor, po jam të bëj shumë lëshime. Okej. Besoj që e kupton. E kuptoj, po s'kam çfarë. Ju kisha lut. Unë ju kisha lut që ta hedhim votim se jo po e thom edhe një herë, më tha, ka thonë, në votim diqysh sinqerisht është jo... Veç ju kësha lut me ranë, se kështu s'pju ndëgjoj. Po ja përparimit edhe... Kryesues, në emër të grupit nuk do t'ja fjallën ma skujt. Sa një mirë të pas kanë shkru, se mirë e lexove. Kështu, në këtë vend janë maru qerdhe, janë maru rrugë, janë maru kanalizime, ujësjellse, shkolla. Kështu që mos filozofo kolegja që sa po kur gjon këtë vend. Se lokacioni ku jeton aja, kur gjon aspekt infrastrukturës nuk i mungon. Gjitha i kohë. Vetëm demonton nëse ka argumente. Ju lutem, Aslan, 1 minutë, ka drejë dhe ta përmbyllim se mores. Faleminderit kryesues. So për sqarjem, janë ndërtuar edhe rrugë asfaltet që janë prish më anë jove, janë ndërtuar edhe porçe nëpër fshatra që s'janë mbajtur asnjëherë dhe janë prish komplet. Janë ndërtuar edhe trotuarët që janë shkatruar më anë jove 2. Keni ndërtuar edhe trotuarën mbi Varreza, që sot tani çerdhën mos më ndërtuat ë. E shumë se në tjera e parregullsi e keq përdorime që nuk po i pranojnë. Faleminderit. Faleminderit shumë, ju kisha lut, ju lutem. Ka drejë, pasi që nuk e ke marrë. Kryesues shumë shkurt, si pika e ditës u debatuja zakonisht shumë,
Edhe unë kuptoj drejt si çdo antar i kuvendit që lokacionin Petrov për derisa ka dyshime që mund të ketë varresa është mirë që të shtyhet, po të njëjtën kohë në tjetë si rekomandim edhe për kryetarin e komunës që për shkak të rrezikshmërisë së humbjes së projektit që me thirrë edhe një mbledhje nëse është nevojë edhe mas 2 javë, jo me shtyt mas 1 muaji. Po ajo që është e rëndësishme dhe që dua ta potencoj në këtë kuvend është një shqetësim jemi që komunës i ka kushtuar jashtëzakonisht shumë të kalunën për shkak të neglizhencës ose interesimit jo të mirë të ekzekutivit më parshëm. Është ndarja e alokacionit të vërtetohet saktë është pronësia e komunës për shkak se në të kalunën ka ndodhur që ky kuvend e ka caktuar një lokacion në fshatin Godancë, e ka ndërtu shkollën, mas ndërtimit shkollës ka dalë X personi që ka thonë prona është e jemja, edhe në kompenzim të asaj i kanë dhënë pronë 1 milion euro dikon tjetër, që është jo shqetësuese, po është trishtimi më i madh që mund të më ndodhë demokracisë të një shteti, po kjo ka ndodhur, është evidente. Unë jam i bindur që shumica antarët kuvendit e dinë se për kanë kam fjalën edhe për çka kam fjalën. Është çaq shqetësuese që ndoshta më bëj shumë të madhe, po megjithatë nuk ka pas mundësi me bë më shumë, edhe pse me mundu që edhe me ngrinë prokurorie, kemi ngrinë qeveri, po kemi has në vesh të shordhër. Do të thotë që t'jeni të kujdesshëm të ndarja e lokacionit për shkak që mos ndodh që nesër del pronë private që ka ndodhur në të kalunën, po edhe nëse ndodh kjo ndrimi të bëhet në këmbim të vlerës të njëjtë, e jo t'jepet një iPhone 2 edhe në këmbim të saj t'jepet një X6. Kjo ka ndodhur, u shpreha kështu, që nuk është mirë me ndodh prapë. Propozim jemi konkret është që Godanci me kalu, për shkak të rreziku që me hup si projekt, edhe të njëjtën kohë të qitën debat publik sa më shpejt Petrova dhe të kryet mbrana 2 javë dhe Petrova. Kaq. Faleminderit shumë. Po besoj që tani jem gati që me propozimin edhe të mëhershëm që dha, nëse zgaboj zotri Mujot apo zotri Emini, që Godanci let kaloj, e Petrova le të shkojnë debat publik edhe njëherë që ose të vendosim a ka varreza në kompletat parcel, sa të thuhet, unë i kam pyet edhe familjarët, që nuk është komplet parcela me varreza. Dhe mund ndërtohet në pjesën, është keq pajtona me Mujotën kur e tha që fëmija mund të shojnë dritare varreza, po zotri Mujota kur është ndodhe një lokacion për qerdhe, një qerdhe që është gjigante, që po e kam përballën, bashkë përballë varrezave është. Dhe tash nështë mos po du me akuzu askënd, po nga njëherë nuk ka mundësi dhe që ato e kanë po të përshtatshme, lokacionin e kanë votu asamblesët, që jo e keni votu që i një kanë asamblesë, dhe nuk ka të keqe. Nëse ka ato varreza, është e thjeshtë ajo. Mund me bë një muri mbrojtësa, një diçka që e mbulon atë pjesë që fëmija mos me po. Po si do që t'jetë, unë mendoj, po pajtona me kadrinë edhe me propozimin tanë që Petrovën ta shtym ndërsa Godancin për shkak që mos ta humbim projektin, ta votojmë dhe le shkojmë përpara. Muzeqinën e shpjegoi kryetari, e kam shpjeguar edhe dje në komitet për politikë dhe financa që puna e muzeqinës është e kryme. Po të kuptoj, është nështë një lëshim jam që e kom posë, është dashtë me folë për rekomandimin e Komitetit për Politikë dhe Financa, po me gjithate, mendoj që duhet Godancin të ashtim për para dhe muzeqinën, muzeqinave që është lokacioni, ndërsa për Petrovën vendosin qytetarët bashkarisht me neve, ne mund të shkojmë gjitha atje dhe pa marrë parasysh a jemi pozita opozit për të mirën e qytetarëve dhe banorëve të fshatit Petrovë. A jeni... Kam një pyetje shpejt. Të Petrovës, pa tjetër, do të asiguroj atë dokumente kom kërku, po drejtori e pat një rast që nuk kam mujtë me... Se jam shumë i sinqert dhe kam kërku atë dokument që ju e keni kërku në Komitetin për Politikë dhe Financa. Zotri Jakupi, nëse... Një pyetje kam shpejt, nuk po e kam qartën e qysh po mujna me shty Petrovën, s'po mujna me shty edhe Godancin. Dhe nësë është pyetje, okay, ta kry. Nësë është pyetje një javë, na mujna me ardhë, përmendën kolegë se unë si jashtëzakonshme mi kry 2 atë për një herë.
pse Bubajka ja me shty, ajo Bubajka. Pse duhet me mojt debat publik në Petrov e pse duhet me mojt debat hiç publik në Godancë? Sot me siguri fshati Godancë kanë marrë vesh, është bo publike, ndoshta ka me posë ankesa. Kësaj një sigur. Tjetër e përmend çështjen e emailave, është ministrisë. Faleminderit shumë, unë pe kuptoj prezencën e kryetarit këtu ose çarimin e tij. Po në një institucion, jeni të folë në ajër, është ministria, selma emailin që ta ka dërguar ministria, pse nuk është na sjell me kohë ajo? Debati publik Petrov është mbajt mas ankesës që ka ardhur zyrtarisht në komunë. Nuk është mbajt përpara. Kështu që kjo dilema, Petrov shtyne se s'ka lidhje, në Godancë hajde aprovojnë në mënyrë. Apo është për shkak lokacionit ku jeton kryetari aty, për shkak premtime, atë cili është problemi. Faleminderit, po më lunë më talloni sqarem, zotëri Jakupi. Mu drejtove nëse Ramon, këtë përgjigje ta e popullit ty. Le të dëgjojnë komuna e Shtimës, çfarë pyetje bone, edhe ta kuptojnë edhe qëllimin. A e kupton? Shumë i ulët po del. Vje keq, po kush do që të dëgjon, edhe ata që s'dëgjojnë ata shohin edhe e kuptojnë ku është qëllimi yt. A e kupton? Është shpirt voksik kjo ideja jote. Dëgjoj kryetar. Shkurt e shqip u bën në mënat tonë, do ta shpjegoj. Zotri Aliu. Nuk është prit, flasën në herë tani folti, e kupton? Se një farë kohë e kanë petull, kur su kanë i zoni, tash tu kanë shtu parime, tu kanë shtu domethënë ambicjet, e kupton shumë i artikulum. Okej, në rregull, dikur s'ke kuptuar me çel gojën hiç. Debati janë bu, edhe në Godancë edhe në Petrov. Biles për dallim prej teje, edhe prej qeverisë tonë, që në Petrov keni bu hipokrizi, ju keni thonë dy palëve keni drejt. Edhe beqajve, edhe regjajve, edhe gjithve. Edhe aty keni rreziku me pas edhe gjak derdi. Ajo është hipokrizi. Këto, ajo është hipokrizi që e keni bu. Na nuk bëjna hipokrizina. Na ja lojmë këshillit të fshatit, kryetarit, të fshatit edhe asamblezë edhe gjithë qytetarë me vendos. E kupton? Për dallim për juve. Ky është morali jonë që na dallon neve. Ndërsa për këtë pyetje që e bone, përgjigjen le të dëgjojnë çfarë ka ta ndisje jeti, edhe e merr përgjigjen për popullit. Çu ke marr? Dëgjoj zotri Aliu, a di pse nuk besojmë na, se nuk i ka asnjë orë që ti ke gëny publikisht. Jo veç aty, po i ke gëny edhe shumë qytetarë që janë zhgënym, që ata kanë me ta thonë tyje verdiktin. Para një orë ke thonë 0 cent shpenzime i kam. 1.000 e soja në Adelita ka letrën zyrtare që ti ke shpenzu. 1.000 e diçka euro janë. A pe kuptan? Mos ta qëtë neve në lajthitje këto dhe nuk mund është me na gënyu të njeve këto. Tjetër këto terminologji të fyse që përdorën ti ndaj opozitës edhe kolegët e juj. Ne jemi opozitë përfaqësojmë gjysmën e popullatës së Komunës Shtimës që kanë votu. 184 vota kanë qenë dallim 94, mos mendoj që kemi pasur ato mas 3 vjet e gjys, edhe 3 vjet e gjys kanë vetë. Kështu që përgatitur për këto. E tashti, unë shumë jam përgjegjës për këto. Ju se keni respektuar udhëzimin administrativ për normat dhe standardet e hapësirës në objekte parashkollore, me vendim, me krejt. Na keni orë, na erini të na fol këtu. Po vajka me shty Petrovën, s'po vajka me shty Godancin. A është kjo për shkak lokacionit që ti jeton aty? Na votojnë si opozit qysh mendojmë se është më të mirë në qytetarëve. Na në fillim e kemi përmend që na shumë jem pro objekteve, kena ndërtu qerë dhe na para juve. Ju përmenani që është hera parë që më dhe po këto. 2 qerë dhe janë komunë në Shtimës. 2 qerë dhe janë komunë në Shtimës. Kena pas prioritetet tjera. 14 shkolla, 3-ja janë komunë në Shtimës. 14 shkolla, 3-ja janë, 2 qerë dhe kam mjaftu për ato. Mirë po. Mos ta moni ligjerata këtu edhe mos na ofendo. Zotëri Jakupit, lutem ta ofendo këtu se kemi kalu kështu në interaktiv. Qëre, unë jam i vogël, po për ty jam shumë i madh, për që ata po fynë dhe për ata po ofendon. A kupton? Zotëri Jakupit, nuk ka asnjë orë dy që na gënjeve publikisht. Unë nuk besoj pa i po dëshmit. Unë nuk i besoj kësaj qeverie komunale këtu, pa i po dëshmit që qytetarët kanë diskutuar, i kanë sjell proces verbalin. Këshillat e fshatrave, kryetarët e fshatrave, administratorët e fshatrave, vitin 2015 i zgjedhur dhone, mbledhjen e kaluar ish kryetari i fshatit, antari i kuvendit, e ngriti çështjen nuk ka kthyer një përgjigje kërkosh, se nuk doni më marrë me zgjedh kryetarët e ri. Kështu që këshillat e fshatrave dhe kryetarët e fshatrave nuk kanë mandat, ju ka skadu mandati. U dosht që 2-3 muaj me i zgjedh ata, me kry kryesuesi i kuvendit ose kushdo qoftë që është i përcaktuar në rregullore me kry këtë punë.
Ju s'po na moni ligjërata koti këtu. Na jemi për përkrojën e këtyre projekteve, mirë po ju me çit logjik të ofendu opozitën, mu personalisht këtë rast edhe shumë herë kolegë tjerë, shkuta atje diskutuat një orë, për atë di vetëm për atë mbullondën aty, s'ka pos asnjë ankesë për mbullondën as për ato. Kështu që është e kot, mos u tenta, realisht është aja paqëndrueshmëria jote që po na bën neve mos me votu. Para 5 minuta ke post çosi tjetër kur erdha vetja se e ke po që ke bo gabim. Është skandaloze propozim vendimi me ndërtu mbi Varreza. Zotri Jakupit, lutna mos na moni të ligjërata. përmbyllë. Votoni, keni numrat, ju votoni. Zotni, fyrjen që the na gënjeve të rriqe publikisht, sepse ato 1.200 euro të tregoj zyrtari kryesor financiar që unë si kryetari komunës, as një shpenzim nuk e kam bo për këta 4 muaj. Ato 1.200 euro, ja, po ta tregoj ty edhe le ta din krejt qytetarët e komunës times edhe kush do që dën nga qytetarët e komunës times ko qasin dokumentat zyrtare. Ato 1.200 euro, po më shtin tashti me përmenë për të hir transparencës, në 14 dhjetor, 800 euro janë ndo për ditën e 14 dhjetorit betejës lavdishme të Pashtrikut, edhe 400 euro tjera janë ndo për promovimin e librit të Banush Imerit. Edhe ato, zyra e financave nuk ka gjetë mënyrë tjetër për, ndërmon procedurë tjetër, përveç se mi adresu tek zyra e kryetarit. Ndërsa kryetari Qemajla Liu që 4 muaj 0 cent ja ka harxhu për dorka, dreka dhe dieta qytetarëve edhe toksa qytetarët të komunës times. Për këto jam krenar edhe këto keni me po gjithmonë. Kështu që tërheqe fyrin që e bune, tërheqe sepse kështu e fyn veten, se ti the gënjeve. Ti the gënjeve. Ti the sa po na gënjeve, unë nuk gënjeva. Ato e tha zyrtari kryesor i financave, edhe këto muni me po edhe vetë. Kështu që me këtë retorik, Ramon, jo 60, po edhe 80% vota më na i bëndi. Problem, bëvish bëni. Okej? Na kena më gëzu, po Homza shumë mirë e tha, ti mund është më konë gjithë shka, shumë i mirë, doktor i mirë, djali i mirë, burri i mirë, ama për kryetar komune 0. Qashtu që shtohet 0 shpenzime, se s'dina s'ku mi harxhu për që ta. Zotri Jakupit, lutna kërkoj fjallën, trego pak respekt. Edhe po më vjen keq që një dalë keti jashtë rendi ditës, kur kaloj kjo pike rendi ditës, e aprovum, u këthyt prap, jo po gënjan, jas po gënjan, ju lutem. Kjo është merit me u rikëthy në pikën e 9 të pika 3. Ti jemi pak sinqert, nuk shkon kështu. Adelina, është jashtë rendi ditës. Jem të folë për lokacionin e 2 qerdheve, nuk jem të folë për shpenzimet. Meri... Me datën 21/12/2021, të në restorant Lisi, kryetari Aliu han dark 800 euro. Me datën 23/12/2021, të restorant Lisi, kryetari Aliu han dark 400 euro. Dhe me thonë, veç 2 darka, kryetari Aliu ka hangër 1.200 euro. Kryetari, mesh krokodile a qa hangre? A? Adelin, foret lodha janë këto, Adelin. Adelin, foret lodha janë këto, nuk mënesh me më repliku mu, se nuk është njëjtën ku. është dokument zyrtar. Adelin, unë ta sjarova qytetarë, jo ty, po në qoftë se s'mush edhe s'kupton është problemi yt. Nëse më rënd dokumenti zyrtar... 800 euro janë për 14 dhjetorin, 400 euro janë për promovimin e librit edhe mvje keq që i përmend 2 herë, këto s'ka nevojë me përmend. Kështu që asnjë dorë që Qemajla Liu se ka hongër, edhe për këto jam krenar, edhe mundit më rënë pak, sepse ju keni harxhu ka 6.000 euro. 1.200 euro mi hangër dorë. Kryetar, hajtë arsyet. Zonja Beqa, kryetar, ju kësha lut, ta vazhdojmë mbledhjen se... A vazhdoj me votim? Kryetar, nuk të ka hije me ofendu opozitën, nuk të ka hije me ofendu
njerin ma të votu në aspektin e asemblista, 5300 vote i ka Rahman Jakupi. Çfarë ironie kjo? Ku të qënë kjo? Pej 2006 është ke konkuru gjithë ke hup. 2 herë ke konkuru për nivel qendror për deputet ke hup. Qisi heri ke fitu? Po sa bonomi bre? Nuk ka bonomi. Nëse merë këtë farë pune me krenarie, se 90 vote i ki ma shumë. Edhe ato të ka një mullu dy këja se kur s'kishe fitu. Propozimet, shkojmë me propozimin e kush është që qerdhja të lokacioni për qerdhën e Petrov të shkojnë edhe njëherë në diskutim publik, kush është për? Unanimisht. Dita shënon. Atëherë ashtu si që edhe u dhamë propozimet kush është për që lokacioni për qerdhën e Godancë të jetë këtë që është. Kondër, s'ka abstenim, një abstenim, faleminderit shumë. Vazhdoj me pikën e radhës, të thot pika 10, propozim plani lokal i veprimit për biodiversitetin 2021-2026. Edhe këtu e kemi pas si pikë trendit ditës në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe ato jemi dakordhu që kjo unanimisht të kaloj edhe në seancë, sepse është një projekt që ka nisë në vite më herët nga ish pushteti dhe ato është punu, e kemi po që është gjithçka në rregull, jemi dakordhu edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa që sot këtë pikë të rendit të ditës ta shtyjmë përpara. Doni dikush me diskutu diçka apo ta hedhim direkt në votim? Po, zotëria Musa? Unë kërkoj me si drejtori është prezent këtu, dhe të na elaboro pak këtë propozim që ka pru, edhe në bazë të rregullorës kuvendit nëse kanë delegat vullnet për diskutim, dhe të diskutojnë, edhe më duket duhet me shku në debat publik kjo. Faleminderit. Faleminderit për parim. Unë, kjo është një plan që është i trashigum, atë sa e komujt, po në komora albolejnën, mos që është dhe projektur, e ma mirë ja kështë regu, sepse e një pjesë marës edhe jo, bashkë me juve edhe edheni fort mirë, shtu që s'po dim se me dhonë shumë sërime, besoj që albolejna jetë ma mirë. Nëse keni me diskutu diçka, po unë i kisha kërku për zotri Tërshanit, pasi që ka qenë drejtor, nëse ka diçka në pika të shkurta me folë rreth këti plani, apo nëse edhe ju zotri Jakupi keni qenë pjesëmarrës, si do që t'jetë? Po, kryesus, në jena që më thonë sponsorizus të tina të mon projektit bashkë me organizatën CNVP, unë e falenderoj bashkëpunëtorët Herush Kurta edhe profesorin nderuar Xhevat Lushi si edhe ekipën e komunës, domthonë Kubandit, domthonë është bën një punë e mirë, është një plan gjithë përfshirës, domthonë unë më fol edhe shumë në lidhje me këtë pikë, mirë por procedura e thotë që kjo pikë e rendit ditës domthonë duhet me kalu në debat publik, është obligim domthonë me kalu në debat publik, edhe masi thehet pe debat publik domthonë kalon në votim. Domthonë kjo është procedura. Unë jam për me respektu procedurën. Faleminderit shumë, me sa më kujtohet, në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa, Adelina na ka thonë që kjo i ka shterë gjitha mundësitë dhe debatet publike. Po, Adelina?
Faktikisht ne si komisioni kemi shtjerrur gjitha mundësit, mirë po është me rregullorit kuvendesh obligative që plani veprime të shkojnë në diskutim publik. Kështu që na I respektojmë procedurat e kuvendit edhe sipas procedurave plani veprimi duhet të shkojë në diskutim publik dhe mandej të vendoset finalizimi. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Atëherë do ta votojmë propozimin fillimisht zotërit Tashanit dhe zonjës Beqa që kjo pikë e randit ditës të shkojnë në debat publik. Kush është për? Unanimisht. Rregull zotëri, për ata dhe lyp asqarem për shkak që jeni kanë pjesë e planit punës. Faleminderit, edhe kjo pikë kalon unanimisht, do të thotë shkon në dëgjim publik. Vazhdojmë me pikat e radhës dhe vijem te pika e fundit, e cila është informata e përgjithshme nga Drejtoria për Zhvillim Ekonomik. Këtu kemi drejtorin zotëri Shabani që na jep informatën rreth Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik. Zotëri Shabani, fjala për juve. Faleminderit, nderuar kryesues, nderuar asamblesë. Fillimisht kam veçuar prioritetet bazuar në planin vjetor të punës, angazhuar kryesisht në përgatitjen e pëlqimin e zonës ekonomike D, përgatitjen e dokumentit projekt për aplikim zhvillimin rajonal të tregut gjelbën shtime, planifikim hartimin e strategjive të cilat janë në afat të skaduar. Gjithashtu në koordinim me sektorët kemi planifikuar takime me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Agjencioni I Zhvillimit Rajonal në këtë vit ka 120 projekte me vlerë 2 milion euro, ku ndahen ato në 2 kategori. Janë kategoria deri në 500.000 euro dhe 50.000 euro. Në këtë projekt, ne me fillimin e marrjes mandatit, kemi aplikuar dhe në fakt kemi përfituar për investimin e tregut e gjelbërt në vlerë 340.000 euro. Gjatë muajit të dytë kemi rishikuar të gjitha kontratat që janë të lidhura me DZH-n, gjithashtu jemi duke punuar vazhdimisht që të kemi vlerësim sa më të drejtë për secilës prej tyre, sepse ka disa prej tyre që duhen të ndërprerën në bazë të performancës që kanë treguar. Kemi zhvilluar edhe takime me Unhabitatin, këtë rast së bashku me drejtorin e urbanizmit planifikojmë të aplikojmë në disa projekte, të cilat janë pjesë e programeve të Unhabitatit. Në vazhdim e takimeve kemi pasur edhe vlen të teksohet me takime me Ostapin, ku janë zhvilluar punime rreth kolektorit të urave të zeza që po vazhdon. Në takim jemi njoftuar për punën që është bërë deri më tani, për punën që pritet të bëhet, derisa ky projekt përfundoj me kohë. Meqense ka qenë veti pandemisë dhe ka pas ngadalësim projektet. Në takim me organizatën Help nga Gjermania kemi arritur marrëveshje për bojqet në komunën tonë, jemi njoftuar se pas shpalljes së ofertës ka pas 6 aplikues, 66 prej tyre 49 prej tyre janë vizituar, ku kanë me qenë përfitues 22 prej 49-ve. Në fakt, ditën e djeshme ky proces ka përfunduar dhe janë zgjedhur përfitues. Në këtë projekt e ka organizuar Helpi, ku participues ka qenë edhe komuna Shtimes, po komisionin dhe vlerësimin për këto e ka bërë Helpi. Kemi shpollur tenderin për qenë të ndacak, në vlerë për 4.130 euro, duke pasi domosdoshmëri pas shumë kërkesave të qytetarëve. Besojmë që brenda muajit të ardhshëm do të kemi operatorin e ri që të fillojë punën. Në kuadër të kësaj çështje për këtë temë kemi zhvilluar takim me kryetarin Xhavdet Krasniqi, takim tjetër me fundacionin e drejta të Kafshët të udhëhequr nga Elza Ramadani, ku do të jetë monitoruese e këtij tenderi. Më rëndësi të veçantë ka qenë edhe takimi Kecit, ku me zyrtarët e kësaj kompanie kemi paraqitur problemet që kanë qytetet dhe fshatrat e komunës tonë. Disa nga problemet më të cilat ballafaqohen në qytete shumë shpejt do të marrin edhe trajtimin e duhur. Te sektori pylltarisë, në kuadër DZH-s, në bazë të raporteve të pylltarisë, gjatë këtij muaji kemi pasur 10 kërkesa për inicim të procedurave kundërvojtëse dhe vepra penale. Vlen theksohet puna me palë që kemi pas deri në 15 takime,
ku janë diskutuar problematikat të cilat përballen qytetarët, çështjet që po trajtohen veç e veç. Sektori bujqësisë edhe në këtë vit ka planifikim përgatitet mbjellja, kulturat pranverore për vitin 2022. Afati optimal për mbjelljen e shumicës kultura për mbjelljen e pranverë është 15 prilli deri me 15 maj. Përbos këtyre kulturave, perimesh mbjellen herët si qepa, udhra, spanaqe, sallata e gjelbërt. Në komunën tonë mbjellja e misrit dhe e lashtave të tjera pranverore këtë vit mund të shtyhet për shkak të kushteve agroklimatike, temperatura të ulta gjatë natës. Me çka vështirësojnë edhe mbjelljen, ku temperatura optimale do të ishte 10 deri në 15 Celsius. Në tabel janë të paraqitura dhe grafikat sa kemi të mbjellura, e keni pas edhe raportin që e keni para vetës edhe nuk po hi për secilin veç a veç, meqense e keni raportin para jush. Faleminderit. Faleminderit drejtar, zotëri Ramusa për fjalën. Drejtor, faleminderit për elaborim, faleminderit për prezencë. Meqense është informat, edhe s'kam nevojë më votu kjo, unë kam dëshirë t'i baj 2 pyetje. Pyetja parë është, shkruan gjatë muajit dytë kemi rishikuar gjitha kontratat që janë të lidhura me DZH-n. Gjithashtu jemi duke punuar në vazhdimsi që të kemi një vlerësim sa më të drejtë për secilin prej tyre, sepse disa prej tyre janë ndërprej. Elaborom aqto. Edhe pyetja e dytë është, duket në rrjetet sociale të kumpo je ka me kryetarin jashtë vendit. Maqedoni, Kosovë Lindore edhe Kosovë Lindore, mëse janë gabim. Po, ai një kanë për hajër atje apo ke pas në projekt zhvillimit ekonomik? Faleminderit shumë. Do më përgjigj me njëherë drejtar? Po. Me marrjen e drejtorisë, projektet që kanë qenë në vazhdim, ka qenë rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavar, rregullimi i infrastrukturës në zonën ekonomike të. Këto 2 projekte vazhdojnë dhe po vazhdojnë për vitin 2022. Prej projekteve që kam pa edhe është rregullimi i të këto rregullimi i kanaleve kolluese, zgjerimi asfaltimi rrugës Sidrës Seferi, te rregullimi i parkut të pishave shtigje faza 4, siç jeni të njoftuar kub shtigimi tashmë dhe është bërë publike, ka shpoll falimentimin, edhe kjo fazë është dashur të ndalohet. Tash me drejtorin e prokurimit kemi zhvilluar fazën e dytë të prokurimit, që këtu janë mjete 30 mjarë të vazhdojnë kontratat mos ndalohet punimet që po zhvillohen atë, dhe për sa i përket Maqedoni, kemi shkuar se kemi pas një bashkëpunim me kryetarin atje, jemi duke u dakorduar të bashkëpunojmë me fondet e IPA-s. Për shembull, se përvarim po qeshësh, po do të me qenë 2 komuna rajonale, që janë njëjtët banor që i kanë sukur një vendit që kemi ofër dhe ne jemi. Do me thonë për harjet pas kanë me vazhdu ato? Jo, s'kanë me vazhdu, po kena me aplikume një projekt për bashkë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Është mirë miru për hajret për Bajram tashtë. Se njusha Rezorta Ramadani ka kërku fjallën. Atëherë, a mund të desha të di, a mund të përmendni disa nga kontratat të cilat i keni ndërprer për shkak të performancës së dobët të tyre dhe në cilat fusha janë treguar të dobta ato kompani. Gjithashtu pyetja e dytë është sa shuma e saktë që do të përfitojnë bujqet nga marrëveshja me organizatën HELP dhe kur pritet të filloj me u realizu projekti për tregun e Gjalbërt. Faleminderit. Po drejtar. Këto helpit edhe të kontratësve që elaborova. Sa i përket tregut Gjelbërt, ne jemi në fazën e prokurimin do të bëj komuna e shtimes, fazat e prokurimit, tashtë deri afatin e fundit e kemi deri me datën 30 qershor që përfundojnë me fazën e prokurimit. Gjitha procedurat zotimet që i ka pas me bë ministria deri tani janë bë, ne vetëm po presim
me qitë në tender edhe ajo me fillu. Deri afaltin e fundit për me ndonë në tender tregu, pëlqimin që kemi pas të bëjmë të se zona atë është në kodrë të pylltaris, atë vetëm pëlqimin e kemi marrë tashme, tash po presim veç fazat e prokurimit dhe deri në atë datë me fillu. Faleminderit. Zotri Tërshani. Faleminderit drejtor për informatën. Mu po më përshtypje shtu të mund, faktisht e kisha një pyetje, po më dolën dy ndërkohë. Takimi me Kecin, po më intereson çfarë niveli është vetë gjithë përfshirës. Domethënë nuk ka edhe unë me Kec. Edhe te rasti i kupshtigimit. Unë jam jurist me profesion edhe jam unë detajist. Kush e ka konstatuar më bankrotimin e kompanisë kupshtigimi? Faleminderit shumë. Për këto mund është me marrë informacion të prokurimi. Nuk ka të bëj me drejtorin tem, sa i përket Kecit e kemi pas drejtorin dhe në ta kemi ku marrë pjesë dhe drejtorin regional, po për momentin s'u më kujtohet emri, edhe ja kemi paraqit problematika që në kanë orë për i qytetarëve. Ato problematika dhe e kom shfaqën të ke. Shumë mirë, më bashkë përshta më boni përshtypje se na kemi pas takime me nivel qendror me Kecin, është shumë vështirë me komunikuar me bashkë me ta, kështu që domethënë shumë mirë për takimin, po çdo premtime që kanë dhënë s'kan moralizuar asnjë. Domethënë se po ta na ka dështuar niveli qendror. Edhe e dyta e përmene se nuk disha me përmend te puna bankrotimit. Edhe kryetari, edhe shumë individ, po më shumë kolegë këtu, po përdorin definicione të gabueshme, po. Jo, ti e përmend që kupshtigimi ka bankrotuar. A faliment, okej, falimtimi njëjtë është po. Faleminderit zotri Tërshani. Ja kaloj fjalën zotri Ademaj. Faleminderit kryesues dhe falenderoj drejtorin për informatën. Drejtori me datën 12/07/2018, Kuvendi i Komunës ka marrë një vendim për shpalljen e zonës ekonomike në fshatin Glavic me sipërfaqe 37 hektar e 52 orë e 42 metra, pse nuk ka përfundu kompletimi i infrastrukturës në këtë zonë ekonomike. Faleminderit. Po drejtar. Edhe për këto kam përgjigje. Me marrjen e mandatit prej ish drejtorit Fitim Hoxha e kom kontaktu, edhe kom pas sa pëlqimi ka marrë deri me tasht. Me ligjin për zona ekonomike na do të mi pas 12 pëlqime. Deri tasht i kemi 10, i kemi të fundit të planifikimi hapësinor që do të kryet VSM-ja, dhe e kemi të Ministria Bujqësisë ku prej tokë pjellore do të bëhet tokë për ndërtem. Për të dyjat kemi apliku tasht, vetëm po presin konfirmimin të tyre edhe të shkojmë deri te Ministria e Tregtisë që vetëm ta marrin statusin e zonës ekonomike. Faleminderit shumë drejtar për përgjigjet. Zotri Seferi. Unë falenderoj drejtorin për këtë raport që më thonë ka qenë një prej drejtarëve i cili ka bërë punë më shumëti se për këtë ekzekutivi. Të pas parasysh sfundmi kemi pa dhe shumë marrëveshje të bëra pikërisht nga kjo drejtëri, ndoshta për shkak të fluksit të madh punës që konkretisht ka kjo drejtëri, për cilën e përgëzoj. Së fundmi edhe me bashkëpunimin dhe me memorandum bashkëpunimi që ka lidhur me disa organizata, konkretisht me Health që sigurisht janë mbështetur edhe personat që konkretisht mirën me bujqësi. Po ashtu e përgëzoj për një diçka që ndoshta nuk ka ndodhur nga ekzekutivet e kaluara, që vizitat në terren ke nis me i shpeshtu, gjë të cilën po të përgëzoj ty dhe realisht duhet me qenë një iniciativë e këtillë nga drejtorët e tjerë, që iniciativat gjithmonë për të mirë, gjithsesi se duhet me u marrë si praktike mirë. Po ajo që më interesoi drejtor është që të pos parasysh në vitin 2021 ka pasur vërshime të mëdha, ku si pasojë vërshimeve ka pasur edhe dama të mëdha konkretisht të lokaleve në komunën e Shtimës, po ashtu së fundi kemi pasur një erë të madhe, gjë e cila ka shkaktuar dama të mëdha. Për këto desha të pyes ty se a ka pasur kërkesa, sa ka qenë numri i kërkesave të damave të shkaktuara të shtetarëve të komunës së Shtimës, dhe në realitet sa është mundësia për t'i imbulu këto dëme të shtetarëve dhe janë duke u trajtuar ato kërkesa. Kaq, faleminderit shumë.
Faleminderit, zotëri Seferi. Po, Faleminderit. Me marrjen e detyrës, edhe për këto i kemi pas 5 kërkesa që i kemi drejtu Ministrisë Bujqësisë. Se dihet që ne nuk kemi buxhet për me mbulu këto shpenzime. Buxhetin e të drejtoria Bujqësisë krejt e kemi 37.000 euro, 12.000 euro i kemi participu për helpin, 13.200 euro janë për IADK-n, që janë këtu bashkëfinancie me neve. Tash po na mbetet neve, mi pos vetëm dikon të 13.000 euro. Me ato 13.000 euro është shumë problem me bo zgjidhje. Po e kemi bo një kërkesë të Ministria Bujqësisë, këto kërkesa që po na vinë neve, pi drejtojmë të Ministria Bujqësisë. Me që rast Albulinën pak më herët e kemi pas e kemi bo një komision, që këto kërkesa që pi kemi këto ditë, me dërgu të Ministria e Bujqësisë, se të na nuk ka buxhet, edhe është e pamundur me kry këto. Faleminderit. Faleminderit drejtar. Adelina, ki pyetje? Atëherë tani jemi në fund të seancës. Faleminderit për prezencën tuaj, shihemi në seanca tjera. Urim me festën e Bajramit e inshallah Zoti ja u pranon lutjet dhe agjerimin gjatë muajit të shenjtë.